Projekt ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuate është garant se bashkësitë etnike do të jenë të përfaqësuara në mënyrë adekuate dhe të drejtë, por njëkohësisht ligji do të mbrojë kualitetet e secilës bashkësie etnike. Kështu u shpreh kryeministri Kristian Miskuski në konferencën për media pasi ligji për përfaqësim të drejtë u miratua në qeveri. Sipas kryeministrit, pas shumë vitesh keq përdorime, ka ardhur koha që të ndahemi nga e kaluara, duke ndërtuar institucione që nuk i mbështesin të dëgjueshmit, por i vlerësojnë të aftit. Ova predloga dobiva ušte po golema težinu. Ky ligj ka qëllim të qartë, administrata të jetë servisi i vërtetë të gjithë qytetarëve, i bazuar në dituri, integritet profesional sipas kushtetutës dhe marrëveshjes kornisë të Ohrit, për dallim nga koha kur libreza partjake ishte më e vlefshme se diploma dhe profesionalizmi. Ne vendosim standard të ri, njohuri, integritet dhe merit. Pas më shumë se 2 dekadash, ky ligj sipas zëvendës kryeministrit Izet Mexhitit merr zgjidhje të qartë dhe të plotë ligjore. Ky projekt ligj shënon një moment historik pasi për herë të parë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat si kategori kushtetuese që nga viti 2001 merr zgjidhje të qarta dhe të plotë ligjore. Edhe pse është dashur të rregullohet me ligj që nga viti 2003. Kjo çështje është lënë peng i vullnetit politik për më shumë se 2 dekada. Sa do të ketë mekanizëm për sankcionim në rast se nuk respektohet ligji, kryeministri tha se projekt ligji ka të paraparë shumë gjëra, por thos se fillimisht duhet të presin mendimin e Komisionit të Venecias. Për reagimet e BDI-s për ligjin, Miskuski shpreh se kjo parti ka për qëllim vetëm që të jetë kundër çdo gjëje, duke shtuar se ishte po e njëjta parti që në raport kishte thënë se balancuesi si mjet është shterruar dhe duhet të fshihet, siç shtoi BDI në opozit është kundër BDI-s në pushtet. Ata bën me dije se ligji tani do të dorëzohet në Komisionin e Venedikut dhe pasi të marrin mendim nga Komisioni i Venedikut, ligji do të dorëzohet në Kuvend.